Zoti Strazimiri, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se Në një afat shumë të shkurtër kohor, por bashkë me zotin Ristani, i cili në fakt ishte sot në komisionin në Këshillin e Mandateve të Imuniteteve, jeni dy persona që plotësoni deri diku dhe staturën politike, sekretari i përgjithshëm, sekretari i grupit parlamentar, por edhe njohurit nga Ministria e Brendshme, sepse keni qenë dy zëvendës ministra të brendshëm. Kjo është arsyeja për cilën jeni këtu dhe unë ju falenderoj që pranuat. Faleminderit. Atëre, si ishte zëvendës ministri i brendshëm, si funksionon në një rast të tillë, drejtori i përgjithshëm i policisë e vënë në dieni ministrin? Që për Endri Gjafon, ose në konkret Mark Froku, se mund ta përmendim, ka ardhur një shkresë kur kërkohet ekstradimi i tij nga policia belge. Sigurisht. Nuk guxon asnjë oficer policie i nivelit sado të ulët apo të lartë që tjetë të mos njoftoj e prorin dhe sigurisht është e pamundur të mos kenë njoftuar ministrin e Brendshëm. Po dhe sikur i gjithë kjo të ketë qenë një situatë, fakti që sapo dëgjuam dhe për cilin çuditërisht na jep dorëheqjen sot drejtori i përgjithshëm i policisë ka qenë publik. Ka qenë një fakt publik që në muajt e fundit vitit 2013 mediat kanë nxjerrë gazetën belge e cila i referohej deputetit dhe pastaj ka qenë zero interesimi i qeverisë për rastin konkret. Ka pasur denoncim parlament me emër dhe me mbiemër, siç e tha dhe ju nga zonja Topalli, dhe përsëri nuk ka pasur absolutisht asnjë. Që ti dallojmë nocionet juridike, në momentin kur zonja Topalli e ka artikuluar, ka thënë akuzohesh për vrasje. Në rastin konkret bëhet fjalë për një kërkesë ekstradimi, janë dy gjëra. Jo, është e gjenta gjë, ekstradimi kërkohet për vrasje. Nuk ekstradimi kërkohet për vrasje. Më lenet të mbaroj se do të mbeteni tani sigurt do të mbeteni kënaqur në fund nga përgjigjja. Unë nuk paroj rroshkas thelbit. Kështu që nuk mund të thot askush që nuk e dinte. Nuk mund të thot askush që nuk e dinte, minimalisht ngrihet në këmbë shteti dhe fillon me ato agjencitë, nëse funksionojnë realisht në policinë e rilindur, duhet kishin dalë me një konkluzion të tillë. Tek i cili kanë dalë, sepse s'ka shqiptarë që nuk e dinte, kanë njoftuar dhe ministrin të jeni të bindur. Cili është problemi me cilin përballemi sot? Sot kemi faktin që kjo qeveri është shtatzënë me krimin. Ka 2 vjet që mban në bark pjellën e krimit. Është kapur në flagrancë, eksaktësisht atje ku e ka thënë opozita. Eksaktësisht në të njëjtat rrethana, në të njëjtat momente që opozita ka thënë më parë. Cili ka qenë qëndrimi i qeverisë, i ekzekutivit, ka qenë që deklaratat e opozitës janë shqup dhe jo shqip, që janë shpifje dhe përbaltje, që janë dhunë verbale e cila meriton dhunën fizike. Këto janë qëndrime deri para pak kohëve të qeverisë, sot nuk mund të fshihen pas një didi, sot nuk mund të fshihen pas faktit që policia e rilindur edhe gabon, po në fund fare e rregulloi ka gjën. Është krim dhe nuk është gabim, është i qëllimshëm, i paramenduar, është një krim i paralajmëruar nga opozita. Dakor, kjo është, domethënë ai ka qenë në ministri i brendshëm, është e pamundur mos ketë qenë në dieni, thoni ju. Derisa e keni ditur ju dhe unë, s'ka mundësi mos ta di ministri i brendshëm, që di çdo gjë që ndodh në këtë vend. Ministri thotë që ai dhe kryeministri Rama do të ngrenë kallëzim penal për deputet Partisë Demokratike, të cilët sipas ministrit shpifën kur thanë se Tahiri dhe Rama kanë mbajtur të fshehur provat për Frokun për ta përdorur si dëshmitar të rrem. Po, unë sapo ju thash provat. Qëndrimet kanë qenë publike, ne nuk e kemi thënë në vesh. Gjën e kemi thënë në parlament, e kemi thënë kudo ku kemi mundur ta themi. Sot, kur je zënë, shtatzënë me pjellën e krimit në bark, të hedhësh në gjyq ata që të kanë denoncuar në momentin e duhur, sapo e kanë marrë vesh me kurajo qytetare dhe kurajo politike, të hedhësh në gjyq dhe të thuash që unë jam i virgjër. Kjo nuk ka shumë sens, megjithatë është problemi i tyre që mua nuk më shqetëson as pak. Domethënë nuk ju shqetëson fakti që do t'ju hedhin, do t'ju padisin për shpifje. Unë besoj që janë domethënë grahma të fundit të një të vërtete që nuk fshihet dot. Do ta kërkoni ju, se tani dalim tek aspekti juaj si sekretari i grupit parlamentar. Pra, keni pasur konsultim në grup me kryetarin e grupit, do ta kërkoni dorëheqjen e ministrit të brendshëm, e keni kërkuar në raste të ndryshme. Ka një qendrim zyrtar të Partisë Demokratike, ka një deklaratë kryetarit të Partisë Demokratike. Duket sikur në çështjen Doshi u fokusuat më shumë tek dorëheqja e Ilir Metës, dhe këtë kanë vënë duke shumë kolegë analistë, sesa tek ajo e Samir Tahirit, i cili ka pritur një person të akuzuar për vrasje në zyrën e tij Durimbamin etj. Pavarësisht se sot prokuroria është e ide se gjitha kjo është e trilluar. Qëndrimi ka qenë krejtësisht i qartë. Unë në këtë studio ju kam thënë, kjo nuk është çështja Doshi, është çështja Meta, Rama, Tahiri, Doshi. Dhe nga kjo pikpamje nuk ka pasur asnjë. Sigurisht kemi thënë që drejtësia të bëjë punën e saj,
personi që e pengonte realisht punën e prokurorisë dhe drejtësisë qytetëse ishte sigurisht Ilir Meta, i cili ishte në pozitë për thirrur në zyrë prokurorin e përgjithshëm dhe sigurisht për të fshehur provat. Ishte i akuzuar direkt për këtë ngjarje. Dakor, do të thënë do vazhdoni njësoj si Edmond Spau sot që doli në emër të partisë, do ta kërkoni dorëheqjen. Po unë besoj që kjo po bëhet krejtësisht e pandalshme, nevoja dhe domosdoshmëria për një zgjidhje politike, këtu nuk bëhet më fjalë për të hequr një ditë apo 2 ditë, një tahir apo 2 tahira. Kam përshtypjen që këtu duhet një pastrim. Kur pastrojmë shtëpinë nuk thrasim kirurgu me bisturi në dorë, po thrasim pastruesin me fshesën. Pse faktet dolën në rast se Partia Demokratike mendon se Diti është mbajtur për të përdorur si dëshmitar i rem, pse sot ku është interesi në rast se ata e kanë ditur që të nxalin sot që Mark Froku ka këtë çështje, pse kanë shitur në thonjza, duke qenë se do t'i fusnin vetes një siklet shumë të madh politik. Me sa duket, po unë besoj që kanë qenë pa rrugdalje tjetër, e kanë mbajtur aq sa kanë mundur, kanë shpresuar siç erdhën në pushtet me krimin dhe këtë ne e kemi thënë në atë kohë, siç shkatruan agjencitë e sigurisë, dhe veçanërisht policinë e shtetit me militantë dhe me krimin, sigurisht është shumë e vështirë të shkëputesh nga persona që të kanë kapur përfyti. Kam përshtypjen që përpiqen tani të gjithë të përgjegjësi penale dhe politike që kanë dhe që rëndon mbi supët e tyre ta shesin si një mbajtje të përgjegjësisë morale, nuk është as pak e tillë, është përgjegjësi penale dhe shumë e rëndë, e secilit për personave të përmendur, duke nisur nga drejtori i përgjithshëm i policisë tek ministri i brendshëm dhe deri tek kryeministri. Mos harroni që Froku nuk është i përmendur vetëm në këtë rast, është gjithashtu i përmendur në media, fillimisht media të majta, në një dështimin e një operacioni ndërkombëtar, Viluni, ku ju keni publikuar dokumentin sekret të policisë shtetit, që skuadra operacionale edhe ajo e vëzhgimit kanë njoftuar të gjithë piramidën si për tyre, për arsyet e dështimit dhe duke përmendur dhe se kush ishin personat që e mbrojtën. Domethënë, situata po bëhet krejtësisht e pa fshehshme. Unë kam përshtypjen që deklarata për shtyp të lexuara me sy të zgurdulluar dhe me ironi të shtirë apo qetësi të shtirë nuk shpëtojnë dot më. Me që sot u mlodh edhe Këshilli i mandateve dhe imuniteteve, a do ketë Partia Demokratike në seancë në radhës plenare të njëjtin qëndrim që ruajti për deputetët Froku dhe Doshi për çështjen Doshi, ku nuk mori pjesë në votim pavarësisht se tha që mbështesin prokurorinë e tjera, por nuk na u vënë në dispozicion prova, ndërkohë që edhe sot prokuroria nuk ka vënë në dispozicion prova për kërkesën tjetër për arrestimin e deputetit Froku për ngjarjen e Belgjikës, pranë seancës plenare do të merrni pjesë në votim për të autorizuar prokurorinë arrestimin e tij. Po flisni me njeriu e gabuar, ne ende nuk kemi mbledhur për të vendosur për një qendrim. Por ama një analizë personale gabuar sinit sekretar. Kjo është një përgjigje logjikshme, si kemi mbledhur, s'kemi vendosur, po. E pranoj po. Nuk jam unë njeriu që vendos. Nëse do të isha unë njeriu që vendos, do thoja që po ne do të bëjmë këtë punë sepse do të mblidhja grupin dhe do të thoja do të veprojmë kështu dhe do të vazhdojmë. Nuk jam unë njeriu që vendos, ne ende nuk kemi mbledhur. Unë nëse vi këtu si sekretar, vi për të dhënë një vendim të grupit normalisht dhe jo për të dhënë. Por një analizë sigurisht ka një vendim që në këtë moment që po të kishte vendim do ta kishte marrë vesh të parët. Por ama një analizë ne sot mund ta bëjmë. Unë sot nuk për mendimin tim në mënyrë krejtësisht pa drejtë, pjesa e opozitës në Këshillin e mandateve të rregullores mbeti pa plotësuar, debati ka qenë live për shkak të insistimit ton. Unë kam përshtypjen, ende se kuptoj arsyen sepse domethënë prokuroria refuzon të japë ca prova. Në këtë mënyrë unë druaj se i shtohen disa hije procesit që boll hije ka. Në qoftë se kërkojmë të vërtetën deri në fund dhe pa ruajtur asgjë dhe askënd, sigurisht duhet paraqiten prova. Teknikisht procesi për të cilin ka detyrimin ligjor të kalojë prokuroria është që të shkojë për të marrë në arrest dhe për të vazhduar punën me të pandehurin deputet, duhet bëjë 2 veprime të detyrueshme. Duhet shkojë përpara 2 organeve kolegjiale, Këshillit të mandateve dhe më tej Kuvendit të Shqipërisë dhe përpara gjykatës, të cilat sigurisht sillen për këtë arsye sillen kuazi si organe gjyqësore. Në qoftë se prokuroria refuzon të paraqesë përpara Këshillit të mandateve, për mendimin tim në mënyrë të gabuar dhe të papërligjur, të paraqitjen e provave për rastin konkret, njëjtën gjë, nëse do ta bëj përpara gjykatës, sigurisht që gjëja do të dështojë. Ne, veçanërisht pjesa e Partisë Demokratike dhe opozitës, duke ritheksuar në mënyrë të vazhdueshme faktin që jemi pro çdo
veprimit të prokurorisë për të dalë në krye të së vërtetës, sigurisht në këtë kemi qenë gjithmonë në anën e prokurorisë, dhe sigurisht në anën e organeve që do të duhet të zbulojnë të vërtetën. Të refuzosh të japësh provat, dhe ju e patë, për fatin tonë të mirë, i gjithë debati ka qenë live, mua më duket se në mënyrë të panevojshme vetëm thjesht se i shtohen hijet procesit, dhe kjo është krejtësisht jo produktive. Dakor, mirë. Unë ju falenderoj për bisedën që patëm bashkë, nëse nuk keni gjë tjetër për të shtuar. Ja, qofse ju s'keni interes tjetër. Ndoshta nuk e di, ne kemi bërë një marrëveshje fjale bashkë që ju do të vinit për këtë çështje, megjithatë me që në pauzë publicitare u kryqëzuat me kryetarin e Partisë Republikane Fatmir Mediu, do doni të shtolit një detaj të vogël politik në lidhje me mosmarrëveshjen që Partia Republikane ka me Partinë Demokratike? Po unë s'di. Apo është një çështje për tu parë? Nuk di të kemi mosmarrëveshje, unë besoj që gjërat do të ndodhin në anën e duhur, në momentin e duhur. Partia Republikane ka qenë gjithmonë një aleat i vyer për Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka qenë gjithmonë mirënjohëse dhe bujare sa herë ne kemi pasur, domethënë, për të ndarë kontribute apo përgjegjësi me Partinë Republikane, dhe besoj që nuk ka asnjë arsye që të mos vazhdojmë këtë drejtim. Dakor, faleminderit që ishit këtu me ne, zoti Glen Strazimiri, sekretari i grupit parlamentar Partisë Demokratike.